Blogerja e njohur Sara Hoxha ka folur së fundmi për marrëdhënien e bashkëprindërimit me reperin e njohur shqiptar Ledri Vulon, duke u ndalur tek mënyra se si ata ja dalin të menaxhojnë kujdesin për vajzën e tyre Poem Blo, dhe pse jetojnë në qytete të ndryshme, ajo në Tiranë, ndërsa ai në Prishtinë. Gjatë një sesioni pyetëm në Instagram, një ndjekës pyet Sarën, si e menaxhon sfidën e bashkëprindërimit kur jetoni në qytete të ndryshme. Sara u përgjigj me një mesazh të sinqertë dhe të drejtë për drejtë, duke treguar se procesi nuk është gjithmonë i thjeshtë, por se çdo gjë mësohet me kohën. Sara shkroi: "Nuk është gjithmonë e lehtë, por me kohën mëson si ta bësh të funksionojë. Komunikimi dhe respekti janë gjithçka. Në fund të ditës, ajo që ka më shumë rëndësi është t'i bësh fëmijët të ndihen të dashur dhe të sigurt, pavarësisht distancës." Me këtë përgjigje, Sara Hoxha nënvizoi se pavarësisht ndryshimeve gjeografike dhe angazhimeve të tyre, fokusi kryesor i të dy prindërve mbetet mirëqenia emocionale e vajzës së tyre Poem Blo. Ky reagim është pritur pozitivisht nga ndjekësit, të cilët kanë vlerësuar tonin e matur, të respektueshëm dhe të fokusuar te dashuria ndaj fëmijës.